në ta mblerimin, po e shtoj vetës pyetjen a thu ku po jetojmë. Pse? Ku thot që... Ka probleme? Ndëgjoj e fjalin, lutem. Qa si shkelje, ligjore dhe kushtetuese tha le të bëhen për ditë. Që kështu tha. Le të bëhen sa të dojnë. E pati me pati kishe nuk e shkelje pati heq kur gjysh se s'diti çka po flet. Që kështu duhet me thonë. Fjalën duhet me thonë kuptimin e vet etimologjik. E jo me thonë diçka, daj me thonë, jo, po se kumposun e bashkë ashtu. Problemi është që nëse në një shtet demokratik kërkojmë shkeljet ligjit për studio televizive dhe të kushtetutës, randi kushtetues edhe ligjor në atë vend është cenu. Po cenohet. Po këta kanë ideologun në krye të shtetit, i cili pas pare nuk i jap për shkeljet ligjore kushtetuese, sepse vetë është shkelsi më i madh. Ju evidentuar për 4 vjet 17 shkelje kushtetuese. 17 shkelje. Që i kanë qoftë opozita, qoftë avokati i popullit, qoftë ku ta diune. Dhe në këtë situatë, njeriu i cili pretendon me udhëheq shtetin, çu po thot sonte, shteti demokratik, i lirë, sovran, Republika jonë. Krejt pun pëlqejnë këto që po i thot më në fund, që diku s'ka thonë Republika jonë e shteti jonë. Tash mirë që po thot, sepse po paguhet për toksave tona dhe po ja kona me unë atje në atë karriken e kryeministit. Se ka rogu që të badhe? Jo e ka rrit, vetit ja ka rrit. E vërtet. Se përpara një kryeminist është akuzuar që ja ka rrit rrugën veti, tash i njëjti popull, është e çuditshme. I njëjti popull ku se akuzon Albini pse ja ka rrit vetit rrugën. Është e çuditshme. Është e tmerrshme që ka ndodhur këtë vend. Po, sidoqoftë. Lëvizja vetëmendose e ka ndryshuar, vërtet e ka bën prej fillimit sepse ligj për qeverinë s'ka pas Kosova. Në vitin 22 e tha Besiani, një ligj i cili shmonget nga fryma e kushtetutës. Se e tha Blerimi, mirë është edhe gjermë edhe frymë. E njona si të cënohet nuk funksionon shteti. Albini po kërkon për opozitës, po hëtë e rebelim të shtetit. Po ti shok, ti pecenon shtetin në nervin e ti. Sepse ligjet edhe kushtetuta është truni, ligjet jo nervat, ose nervat thuj. Lirisht, që e shtin lëvizje një mekanizm që na e qumë shtet. Një aparat qunë dhunës legjitime, qunë qështdoni. Në këtë situatë, domthon Albini është blokuesi total i sistemit. Pse? E tha Besiani, nëse e kanë bërë vetë ligjin, dhe ligji është antikushtetues. Jun zaglavit që thënë të na, në Katun, në lloqin e kanë shti vetën në lloq gjallë. Tash e kanë problem me dalë, sepse me dhonë doheqje nga kuvendi ose mos me bë betimin, i vynë votat me bë qeverinë. Mos me bon, është shkelje ashiqore kushtetutës. Ashiqore, nuk ka ku shkon.